Afrodita, përshëndetje edhe për ju në studio, përshëndetje edhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente. Unë së bashku me kolegun tim, kameraman Shkëlqim Berbatovsin, jemi këtu tek hapësirat e jashtme të kuvendit të Kosovës, ku jemi duke përcjell pra edhe nga afër tashmë edhe hyrjet e deputetëve tashmë të zgjedhur të kuvendit të Kosovës të legjislaturës së re të 11-s me radhë. Ndonse seanca, vazhdimi i seancës konstituive ka qenë paraparë të filloj në orën 11, kanë kaluar 10 minuta dhe kjo seancë ende nuk ka filluar, ndoshta për shkak që liderët të partive politike, të partive opozitare politike kanë njoftuar se do të mbledhin grupin parlamentar të partisë dhe do të diskutojnë se veç do të marrin pjesë në këtë seancë konstituive apo jo. Megjithatë, ishte deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha, i cili veç e konfirmoi se do të marrin pjesë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës. Tashmë veç dihet se kjo seancë do të vazhdojë sot, pra aty ku ka ngecur 2 ditë më parë, sot do të bëhet edhe, do ta shohim nëse do të bëhet edhe zgjedhja e kryeparlamentarit ose kryeparlamentares së re të kuvendit të Kosovës. Gjithashtu është edhe pika tjetër e rendit të ditës që pritet të zgjedhet gjatë kësaj seance konstituive, që është edhe zgjedhja e nënkretarëve të kuvendit të Kosovës. Ka pas shumë deputet të cilët kanë përdorur këtë hyrje të paktën për të hyrë brenda sallës plenare të kuvendit të Kosovës dhe gjithashtu janë deklaruar edhe për media, ku ishin deputet të partive opozitare të cilët kanë quajtur edhe seancë antikushtetuese, këtë seancë të thirrur sot nga kryesuesi më i vjetër që i përket partisë fituese të zgjedhjeve të shtatëshorit Lëvizjes Vetëvendosja Avni Deari, ai i cili edhe e ka thirrur këtë seancë dhe e kanë quajtur antikushtetuese këtë seancë, duke thënë se Lëvizja Vetëvendosje po i shkel të gjitha ligjet dhe të gjitha rendet kushtetuese. Gjithashtu ata edhe kanë paralajmëruar ndoshta edhe një protestë që do ta mbajnë vetë se nëse nuk arrihet që të zgjidhen të gjitha këto procedura. Megjithatë, ishin edhe deputet të partisë fituese Lëvizjes Vetëvendosje, ka qenë Arbe Rexhaj, ai i cili e ka lënë në faj opozitën, duke thënë se opozita ka faj për këtë bllokim të këtij ngërçi politik, pasi që sipas tij Partia Demokratike e Kosovës as nuk po i vije në takim Albin Kurtit, kurse sa i përket lidhjes demokratike, ata veç tashmë dihet se kanë mbajtur shumë takime, por megjithatë nuk është se kanë arritur të gjejnë një marrëveshje sa i përket bashkëqeverisjes. Gjithashtu kujtojmë se dita e djeshme ishte një ditë shumë me situata të shumta në kuvendin e Kosovës, ku deputetët e partive opozitare kanë qëndruar deri në orët e mbrëmshme, pra deri pasi veç edhe ka kaluar afati kushtetues i gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Ata kanë thirrur seancë, por megjithatë Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ardhur në këtë seancë. Në hyrjen tjetër ka qenë kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, i cili i pyetur nga gazetarët se pse nuk ka marrë pjesë në seancën e djeshme, ka thënë se sot është seanca që duhet të mbahet dhe sot po merr pjesë në këtë seancë. Janë gjithë deputetët cilët kanë hyrë brenda kuvendit të Kosovës, pas pak pritet që të fillojë edhe seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Unë po vazhdoj me hy tek pjesa brenda dhe t'ju sjell edhe detaje se kush po hyn nga